Ideja e kryeministrit Berisha për të nxitur shfrytëzimin e tokave bujqësore të papunuara ringjalli edhe një herë tjetër debatet për pronat, shtetëzimet dhe rindarjet e tyre sipas ligjit 7501. Shoqata Pronësime Drejtësi e vlerësoi atë si një tjetër provë e dështimit të reformave në bujqësinë shqiptare. Toka e ndarë me ligjin 7501 apo dhe me ligjet e tjera, e cila u parcelizuan në mënyrë të skajshme. Kemi 560.000 hektar tokë të ndarë në 2.400.000 nga stratoke, nga të cilat vetëm 50% punohet, dhe ajo që punohet 26% punohet me krah, dëshmoj plotësisht atë që ne kemi të paktën 10 vjet që e kemi thënë që reforma në bujqësi ka dështuar, sepse fshatari shqiptar që mori tokë me ligjin 7500 apo dhe me ligjet e tjera nuk ndjeu për asnjë moment që toka do të përmirësonte kushtet e tij të jetesës dhe ai do ta punonte tokën. Jo zyrtarisht vlerësohet se gjysma e tokave bujqësore në Shqipëri mbeten papunuar çdo vit për shkak të emigracionit apo tregjeve të pasigurta të mbushura me produkte importi apo fitimit të pagat që mund të nxjerrin gastrat e ngushta të tokave 0.8 deri 1.2 hektar të ndara sipas ligjit 7501. Projekti qeveritar parashikon që komunat të marrin tokat bujqësore të papunuara dhe t'u japin ato për shfrytëzim një personi të tretë në mënyrë që të vijë në punë dhe të nxjerrin prodhim. Ato toka që janë lënë pas dore nga pronarët e tyre që kanë ikur në emigrim apo kanë shkuar në qytete të tjera. Por përfaqësuesi i Shoqatës Pronësime Drejtësi Agim Toro thotë se jo vetëm parimisht, por edhe praktikisht kjo është e pamundur të realizohet, nisur edhe nga mënyra se si u ndan tokat në fillim të tranzicionit. Dy fenomene patëm në Shqipëri. Në vitet e para 90-95 kemi një emigracion shumë të madh, ku fshatari shqiptar punonte tokat greke dhe italiane dhe jo tokat e veta. Dhe mbas vitit 95, kur u mbyllën dyert e emigracionit, kemi një migracion të brendshëm kur të paktën 250.000 familje nga 400.000 që banonin në fshat lanë dhe braktisën tokat e tyre për të vendosur në zona të tjera me perspektivë tjetër të zhvillimit ekonomik. Pra, edhe ato kursime që u erdhën nga emigracioni, të tëra u investuan jo në bujqësi, por u investuan pikërisht për të shpërnguljen e tyre dhe për fillimin e një jete të re në tokat të tjera. Kjo tregon që mënyra dhe forma e zbatimit të reformës në bujqësi ishte komplet e dështuar dhe përpjekjet që bëhen tashti për të marrë tokën, për të riorganizuar atë duke u dhënë me qerat të tjetër, më duket në absurditet. Kur fshatari vet nuk e punon tokën në kushtet që nuk paguan taksa, në kushtet që s'ka asnjë detyrim ka që shtetit, si mund të ketë të tjerë njerëz të shprehin interes për të njëjtat toka, kur duhet të paguajnë jo vetëm taksën e tokës, por edhe të 10-ën për pronarin e tokës të themi. Lënia masivisht e tokave djere ka shtyrë qeverinë të kërkojë mënyra të reja për të nxitur bujqësinë dhe shfrytëzimin e tokave bujqësore. Por një tjetër vështirësi në realizimin e idesë që komunat t'i kalojnë ato kundrejt taksave për shfrytëzim tek një palë tretë është edhe fakti që shumë familje në fshat ende nuk kanë marrë certifikatat e pronësisë mbi tokat që ndau shteti që nga viti 1991 dhe deri sot, madje një pjesë e tyre me zor kanë siguruar dhe dokumenta për leje përdorimi, ndërsa një pjesë tjetër ende prej shumë vitesh në gjyqje me pronarët e mëparshëm. Sikur të mos mjaftonte gjithë ky konfuzion dhe pretendimet e pronarëve të vjetër, i gjithë vendi është përfshirë në procesin e legalizimit të afro 300.000 ndërtime shpaleje që janë ngritur në toka bujqësore dhe obujqësore, nga i cili shpresohet se do të shmangen mbi vendosjet e hapësirave dhe dokumentave që zotrojnë disa palë pronarësh për një copë tokë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.